Shoqata e studimeve për lindjen e mesme këtu në Shtetet e Bashkuara po mban këto ditë në Washington takimin e saj vjetor, ku studiuesit dhe akademikët prezantojnë punët e tyre për çështjet që kanë të bëjnë me këtë rajon. Një nga pjesëmarrësit është Albana Salat Wonch, e cila pas pothuajse një dekade punë me organizata jo qeveritare në terren, në Ballkan dhe lindjen e mesme, i është kushtuar aspektit akademik të një rajoni të ndërlikuar. Albana mba në konferencë një prezantim për rolin e mediave sociale në organizimin e të rinjve në lindjen e mesme dhe rolin qytetar të rinjve, që është njëkohësisht edhe tema e disertacionit që ajo po përgatit për doktoraturën në Universitetin e Shtetit të Washingtonit, ku dhe jep rregullisht mësim pra në këtë universitet. Albana, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Do fillojmë me temën tënde, po që kryesisht mbështetet tek përvoja e palestinesëve dhe do ta lidhim pak me kontekstin e përgjithshëm. Marrëdhëniet atje janë acaruar përsëri muajin e fundit dhe incidenti i fundit ishte ai në sinagogë ku u vranë disa persona. Por ajo që desha të pyes unë në kontekstin e përvojës tënde si pjesëtare e OJQ-ve në rajon Bregun Perëndimor dhe nga puna jote akademike, cilat janë, çfarë roli kanë të rinjt dhe si e shohin ata veten në këtë kontekst të madh të lojës politike të forcave të mëdha në lindjen e mesme? Është një pyetje shumë interesante kur thua si e shohin ata veten dhe jo si i shohin politikanët këta të rinj palestinez. Sepse është një dinamike shumë fish që vepron në këtë kontekst. Nga njëra anë ke shumë episode të ngjashme me vrasjet në sinagogë që ju sapo përmendet që mbushin çdo ditë lajmet në lidhje me konfliktin palestino-izraelit. Por nga ana tjetër ke një grup të madh të rinj që kërkon të mendojë dhe të veprojë dhe të bëjë politikë ndryshe edhe në territoret palestineze. Nga njëra anë këta grup të rinj kërkojnë që të ndërgjegjësojnë vëmendjen ndërkombëtare në lidhje me çështjen me jetesën e tyre në kushtet e një dhune të përditshme, qoftë psikologjike, qoftë edhe fizike izraelite. Ato kalojnë çdo ditë mes posbllogjesh të panumërta izraelite, nëse flas për qytetarët e Bregut Perëndimor, atyre u duhet kalojnë një mur të lartë nëse flas për qytetarët palestinezë që jetojnë në rripin e Gazës. Nga njëra anë ata përpiqen që të ndërgjegjësojnë median internacionale për situatën e tyre, por nga ana tjetër me të njëjtin pasion dhe me të njëjtin vendosmëri ato i kundërvijnë strukturave mobilizuese në vend, partive të tyre politike, flas këtu për dy partitë kryesore Fatah dhe Hamas, si dhe organizatave tradicionale që kërkojnë të mobilizojnë këta të rinj në mbrojtje të çështjes palestineze. Por për këta të rinj kjo çështje është ndryshe. Dhe ti e përqendruar pikërisht tek faktori mobilizimit të tyre përmes media sociale dhe roli teknologjisë. Më gjërë, kjo ka qenë temë debati, diskutimi në lajme në gjatë gjithë këtyre viteve, që në fillesën e pranverës arabe, mendon që ka luajtur cili ishte roli dhe kur ky rol duket se u venit. Në fakt ishte roli që ra, po ishin shpresat shumë të mëdha të komunitetit ndërkombëtar ose më saktë të perëndimit tek një lëvizje e tillë që nuk u materializuan. Pa diskutim që për mendimin tim mediat sociale luajtën një rol të pa mohueshëm në mënyrën se si u zhvilluan dhe sidomos në mënyrën se si filluan protestat në vende të ndryshme arabe. Tani, nëse politikanët i kërkojnë gjithmonë këta aktivistë të thrasin dhe të përtasin për protesta në sheshet mëdha, atëherë përgjigjja ime për pyetjen tuaj do jetë që jo, ndoshta ato nuk do të jenë në këto sheshe ku protestuan, por për mua pyetja që duhet bërë në një situatë të tillë është ku janë këta aktivistë sot? Dhe këta aktivistë janë pikërisht atje ku ishin para se pranvera arabe të fillonte. Këta janë të njëjtët aktivistë që i kanë braktisur strukturat mobilizuese të partive të tyre. Këta janë të njëjtët aktivistë që kanë humbur komplet besim në aftësitë e politikanëve të tyre, por edhe në një farë mase të politikanëve ndërkombëtar e kanë humbur besimin në mënyrën se si ata prezantohen dhe kanë humbur edhe kurajën
për t'i konfrontuar drejt për drejt shtetin dhe gjithë strukturat e tjera tradicionale që janë në vend. Dhe këto janë drejtuar rrugëve të këtyre mediave sociale, në të cilat ndërgjegjësohen, por edhe eksperimentojnë me mënyra të reja të angazhimit politik dhe me lëvizje komplet të ndryshme sociale nga ato që janë akoma në fuqi sot. Por duke pasur parasysh pra këtë lloj, si thuash, lënie më njanë të këtij grupi dhe faktit që zhvillimet politike kanë treguar që disa eksperimenti me demokracinë nga pikpamja perëndimore e shumë prej këtyre vendeve, përfshirë Egjiptin, Libin, apo Sirin, ndoshta një përjashtim Tunizia, siç e përmendëm pak më parë me zgjedhjet presidenciale, pra një rreze shprese. Atëherë, si mund të bëhet ripërfshirja e këtij grupi dhe a ka më rol për të luajtur në të ardhmen? Pra si mendon se do rikthehet shpresa, si të thuash, e këtij grupi demografik në këto vende? Unë mendoj se kjo pyetje është një pyetje që u duhet bërë politikanëve të sotëm në këto vende, strukturave mobilizuese që janë ende në fuqi në këto vende. Këto politikanë dhe këto njerëz që sot po në një farë mënyrë janë të zhgënjur me këta aktivistë që ishin kaq aktiv gjatë pranverës arabe dhe papritmas e pakujtuar u zhdukën, duhet pyesin një herë dhe të thonë jo vetëm se ç'ndodhi me struktura me këto mobilizimet e mundësuara nëpërmjet internetit, por edhe të pyesin se ç'po ndodh me strukturat e tyre mobilizuese dhe pse ato nuk janë në gjendje të përfshin këta të rinj që kërkojnë të mendojnë dhe të bëjnë politikë ndryshe. Këta politikanë duhet të mendojnë jo vetëm se si ti shpjegojnë demokracinë këtyre të rinjve aktivist, por të tregojnë një nivel demokratik duke i përfshirë këta të rinj në vendimarrje dhe në aktivitet politik për çështje jo vetëm që që interesojnë politikanëve, por për çështje që u interesojnë dhe këta të rinj aktivistë janë të pasionuar për të marrë pjesë në politikë. Po, Albana, her pas herë në Universitetin e Washingtonit ti jep dhe një leksion që ka lidhje me Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Ndërkohë, nga përvoja jote në të dy rajonet, edhe në Ballkan, edhe në vendet e lindjes mesme, ka ngjashmëria, besoj unë ka ngjashmëri, po ka dhe ndryshime. Cilat janë këto ngjashmëri dhe ndryshime bazuar tek vëzhgimet e tua? Sigurisht që ka shumë ngjashmëri dhe ka edhe shumë ndryshime. Ndryshimet po fillojnë nga to, sigurisht që vendet e lindjes mesme janë dhe qytetarët e lindjes mesme jetojnë në një kontekst krejt tjetër historik dhe këto krijojnë risi dhe karakteristika krejt veçanta për mënyrën se si këto shoqëri jetojnë dhe bëjnë politik. Një shembull këtu është Islami politik, një tjetër rrymë politike që e sundon në mënyrë të përhershme politikat arabe në rajon. Kjo është pra një veçanti e këtyre vendeve dhe këtyre shoqërive. Por besoj se është e qartë nga ajo çka thash, që për mua si Albana një e ngjashme që unë e ndjeva edhe e përjetova vetë gjatë punës sime 8 vjeçare në vende ndryshme të lindjes mesme, ishte fakti që këta të rinj kanë humbur besimin në aftësitë e qeverive të tyre. Dhe Albana, të falenderoj për mendimet e tua, për pikpamjet e tua. Faleminderit.